Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e njëjtë, data shënon 16 korrik 2026, është dita 196 nga 365 të tilla. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë dhe të tretë me telefonatat, dhe në pjesën e katërt dhe të fundit do të jemi me motin dhe trafikun. Sot dielli ka lindur në orën 5:21 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:20 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës fillimisht. Shohim titujt kryesor të gazetës Panorama. Dorëheqja e Ramës, data 31 maj na hapi syt të rinjt në protest. S'mundet më të qeverisemi nga krimi e korrupsioni. Qëndresa të rinjt që po protestojnë prej 46 ditësh në shesh bashkë me mijëra qytetarë të grupmoshave të ndryshme, përsollën dje mesazhin e qartë se Shqipëria nuk do të qeveriset më nga krimi dhe korrupsioni. Sipas tyre, data 31 maj, kur nisi qëndresa qytetare, tregoi sot se vendit i duhet një qeveri teknike si garante të votës së lirë. Ata kërkojnë që pushtetarët e korruptuar t'i dorëzohen drejtësisë. Në faqen 2, materiali i plot. Krye artikulli i Panoramës, protesta e 46, qytetarët thirrje këngëtares me fam botërore, Dua Lipën ne presim në shesh, u bë zëri ynë në botë. Protestat s'kan fund, media gjermane, Dua Lipa kundër qeverisë, qytetarët fituan mbështetjen më të shquar. Në faqet 3 deri në faqen 5, gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë, drejtuesit e rinj të Partisë Demokratike, 6 kandidat për nën kryetar, debatet në Këshillin Kombëtar. Çdo demokrat në protest, Berisha thirrje për mobilizim kundër qeverisë. Faqen 6, materiali i plot. Dokumenti arkivor kur qeveria promovonte Birra Korça si krenari të industrisë kombëtare. Në faqen 13. Kompensimi listat e reja me pronarët përfitues nga fondi i veçantë, në faqen 22. Mjekët e Auschwitzit, bloku numër 10, dhomat ku nazistët bënin eksperimente me të pafajshmit, nga doktor Eduard Skufi. Familja Duraj dhe historia e sakrificës. Me të huajt nuk komplotojnë kundër partisë, pse në veri qarkulloj kuadrot e jugut në veri e Anasjeltas. Faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion. Qeverisja globale e inteligjencës artificiale, nga Pascal Milo në faqen 19, dhe gjyqtari Florian Kalaja sjell në faqen 18, keq rregullimi i fyerjes dhe shpifjes. Me këtë titull e mbyllim këtu faqen e parë të gazetës Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Me ardhjen e gjysmës së dytë korrikut, kanë nisur edhe mungesat e disa prej gazetave, të paktën një prej tyre deri në këtë moment. Kemi gazetën Telegraf, e cila sipas lajmërimit fillestar nuk do të jetë për ditën e sotme, gjithsesi duhet marrim dhe një konfirmim tjetër, pasi mund të mos jetë deri në fund të muajit korrik. Gjithsesi nuk është e konfirmuar mungesa deri kur, por të paktën për ditën e sotme nuk është, kështu që do të vijojmë me gazetën Dita. Qeveria kontrakton kompani nga Britania për të monitoruar SPAK dhe drejtësinë. Qeveria ka vendosur të angazhojë një kompani ndërkombëtare për të monitoruar nga afër punën e saj dhe të prokurorive të rretheve. Një pyetje për Ministrinë e Drejtësisë. Në faqen 3. Krye artikulli i ditës nga Jorgji Kote, protesta dhe integrimi. Hapja dhe mbyllja e përkohshme e grup kapitullit të parë po paraqitet si triumfi i jashtëzakonshëm. Në fakt, ky ishte vetëm hapi më i lehtë. Sfida e vërtet fillon tani me kapitujt e rëndë, mjedisi, bujësia, shteti së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit galopant, ku bilanci ynë mbetet mjeran.
Integrimi europian i Shqipërisë nuk ka dështuar për shkak të revoltës qytetare, por pasi mungesës së vullnetit politikës për zbatuar ligjin. Madje protesta shihet si vetmi mekanizëm që kërkon ta bëjë Shqipërinë si gjithë Europa. Faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Dokumenti i zonat e mbrojtura dhe investimet strategjike, Bashkimi Evropian vendos kushte për integrimin, çfarë nuk u tha në skenë. Një dokument i brendshëm i procesit të negociatave i siguruar nga Ecoscanner zbulon se Bashkimi Evropian i kërkon Shqipërisë të shfuqizojë ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura dhe t'jap fund ligjit për investimet strategjike. Faqet 6 dhe 7. Tituj të tjerë, amnistia penale, portat e hapura të amnistisë, kush la qelin, krahas qindra të dënuarve të tjerë. Nga 553 liruarit e parë në shkallë vendi, vëmendjen e marrin Rozeta Dobi e fshesës së qindra mijëra eurove dhe Erisa Fero e Akshit. Në brëndësi, spastrimi etnik i Snezhanës përtej politikës, deklarata skandaloze. Gjykatësi tërhiqet nga çështja kundër Veliajt, seancat dhe vonesat. Rubrika e shëndetit, freski pa rreziqe, 6 gabimet e përditshme që nuk duhet i bëni kurrë në pishinë. Pishina nuk është vetëm argëtim, udhërfyesi i shpejt për të shmangur infeksionet dhe aksidentet. Zgjat pak paqja në tregun e karburanteve, rriten sërish çmimet. Si u kthyen vlerësimet online në armë proteste, Rruga dhe Google. Pas intervistës, Dua Lipa fshin nga Instagrami fotot nga vila e saj në rezortin shqiptar. Për vite me radhë, prania e saj në Shqipëri u kthye në një simbol promovimi për turizmin shqiptar dhe u përdor shpesh edhe në diskursin politik. Faqen 7, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të njëjtën. Kreu i SPAK flet për dosjen Aruba dhe Grackën që po ju ngret Fordëve përmes FBI-s. Ja çfarë po ndodh me dosjen Balluku. Zbardhet strategjia, si do të goditet korrupsioni dhe pastrimi i parave. Telashet reja për Belinda Ballukun, SPAK e vendos në nënhetim për aferën Bankers në SIT, edhe Anila Denaj e Petrit Malaj, ja provat që rrezikojnë t'i fundosin. Ja dosjet që SPAK mban në sirtar, Myslim Murizi gozhdon deputetët, pse nuk e pyetët Klodian Brahon për aferën Bankers, anijet e Bangladeshit, Frida Krifcën, Anila Denajn, Ervin Demon, Evis Salën, Allaj Beun dhe Gërdecin. Artan Hoxha zbardh prapaskenat e takimit në Aruba, jasi përgjimet autoriteteve belge nxorën në dritë planet e skemës së miliardave të drogës për investime gjigande në Shqipëri. Në faqen 4. Plas në Partinë Demokratike, betejë për kupolën ndez për çarjen, Noka për Ballkorreshit, Kolliçi në garë me Boçin, Kuçana përplaset me Berishën, kërkon shërënjosjen e emulizmit. Evi Kogalari tregon çfarë po ndodh me protestën, jasi shansi historik për të shembur klasën politike të korruptuar në Shqipëri po hidhet në erë nga organizatorët. Titujt të tjerë. Kadastra, institucioni më problematik. Avokati i popullit ngre alarmin dhe akuzon Lorena Goxhobellin se e ka kthyer institucionin në bunker. Spartak Ngjela denoncon pazarin në Rama Vučić, ja si donin të shkatronin Shqipërinë, por po fundosin veten. Mungesa e konsensusit paralizon Komisionin e posaçëm të reformës territoriale. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike përplasen për afatet. Janë në sa bashki pritet të ndahet vendi. Koment dhe analizë,
Ndue Prengjeta dhe Gjon Shtjefni, pse kapitalizmi sheqeroset me emrin e bukur demokraci. Skënder Sadri Kapiti, lëvizja për triumfin e kombit, protestat paqësore, patriotiko-demokratike të rinisë shqiptare. Tomor Shasho, Tanush Ledhi do të organizojnë një protest. Artan Xhemal Duka, atletet e bardha dhe faqe bardha histori. Shohim dhe zhvillimet e rajonit dhe botës, duke qenë se sot kemi hapësirë për të lexuar gjithë titujt. Tronditet LDK, nisma për shkarkimin e Lumir Abdi Xhikut pezullon negociatat me Albin Kurtin për formimin e institucioneve të reja. Kosova përballet me rrezikun e një krize të re politike. Shkarkimi i presidentit ndez furtunën në Hungari, Orban refuzon pushtetin e ri dhe paralajmëron rezistencë, gjatë çfarë pritet ndodhë. Trump lëshon ultimatumin, paralajmëron shkatrimin e termocentraleve dhe urave të Iranit. Teherani mbyll Hormuzin dhe kërcënon se askush nuk do të eksportojë naftë. Milionat e Trumpit që po trazojnë Europën, Merz sfidon Washingtonin dhe ngre alarmin për ndërhyrje në zgjedhjet gjermane. Në faqen 15. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, shtratat përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për këtë tenjte. Golade e Ignatias, shpull për vllaznin. Kampionët e Shqipërisë mundin Petrokubin më në fund në turin e dytë të Champions. Kuqe blu turprohen Kosovë, Malisheva shpartallon shkodranët në faqet 16 dhe 17. Kryeartikulli Panorama Sport, Beteja e Atlantës, remontada argentinase, dorëzohen 3 luanët. Spanja-Argentinë, finalisima e Kupës së Botës 2026. Anglia po shkon në shtëpi, is going home. Spanja, De La Fuente, ne jemi më të mirët. Argentina ka fituar ditën e djeshme ndaj Anglisë në një ndeshje dramatike, e cila nisi fillimisht me angazhim në dyja skuadrat. Gordon në minutën e 55 shënoi golin e parë për anglezët dhe kur dukej sikur gjithçka po mbaronte dhe Anglia po nisej drejt finales, argentinasit bën kthesën e madhe me Enzo Fernandez fillimisht dhe më pas me Lautaro Martinez. 2 gola të shpejt minutën e 85, minutën e 90, të cilat kthyen historinë me Fernandez dhe Lautaro Martinez, i cili shënoi 92-ën në fakt. Pavarësisht 8 minutave, 9 minutave shtesë, anglezët nuk arritën që të barazonin, u dukën paqartë përpara portës, duke lënë të lirë Argentinën që të shkojë drejt finales për të përballur me Spanjën. Ndërkohë, në kampin anglez, Harry Kane ka deklaruar djemt dhanë gjithçka, por mbetëm pa finalen. Ndërkohë, Messi është gati të barazojë rekordin e pamundur. Argentina si është në luftë me të madhin e Brazilit, Cafu i bashkohet listës së gjenive të kësaj loje. Botrori 1986-ës, Angli-Argentinë në një film të paharrueshëm. Shkurtimisht, Lautaro Martinez ka thënë pas ndeshjes se dje që do të shënoja. Alan Shearer fitoi ekipi më i mirë, ndërsa Wayne Rooney ne i lejuam ata të vinin tek ne. Përsa i përket titujve të tjerë, Franca u mund nga ekipi më i mirë i botrorit, De La Fuente, jemi në një nivel shumë të lartë në gjithçka. Preferenca e trajnerit për në finale është Argentina
e Mesit dhe preferenca e tij ka dalë. Mediat spanjolle, Demi ka zbutur gjelin edhe njëherë. Këto dhe shumë tituj të tjerë i gjeni në brëndësi nga faqja 2 deri në faqja 11, posaçërisht vetëm për botrorin, faqja 2 deri në 11 janë dedikuara për atë se çfarë po ndodh në SBA, Kanada dhe Meksik, botrorin e klubeve. Ndërkohë tituj të tjerë nga vendi, sot në orën 17 Dinamo do historinë Daja më bukur e vështira. Sot në orën 19 Elbasani nuk dorëzohet, beson te kualifikimi. Partizani, pa goditjen Mercato, Bratu teston lojtarin e tij. Muçi pret momentin nuk largohet nga Turqia. Media turke ngren në qell, mesfushori shqiptar do të jetë për herë të parë lideri i skuadrës. Faqen 22, materiali i plot. Formula 1 Ferrari për bis në Spa, Vasër, gara më e vështirë. Në faqen 15. Në faqen 11 do të gjeni titullin e fundit, Revolucioni i Italisë, Buffon rikthehet në kombëtare. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend. Panorama Sport e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri, ndërkohë tani do t'i rikthemi edhe njëherë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Dorëheqja e Ramës, data 31 maj, na hapi syt të rinjt në protest. S'mundet më të qeverisemi nga krimi e korrupsioni. Qëndresa të rinjt që po protestojnë prej 46 ditësh në shesh bashkë me mijëra qytetarë të grup moshave të ndryshme, për sot ndjej mesazhin e qartë se Shqipëria nuk do të qeveriset më nga krimi dhe korrupsioni. Sipas tyre, data 31 maj, kur nisi qëndresa qytetare, tregoi sot se vendit i duhet një qeveri teknike si garante të votës lirë. Ata kërkojnë që pushtetet dhe pushtetarët e korruptuar t'i dorëzohen drejtësisë. Në faqen 2 gjeni materialin e plot. Krye artikulli Panoramës, protesta e 46 qytetarët, thirrje këngëtares me fam botrore. Dua Lipën e presim në shesh, u bë zëri ynë në botë. Protestat s'kan fund, media gjermane, Dua Lipa kundër qeverisë, qytetarët fituan mbështetësen më të shquar. Faqet 3 deri në faqen 5 gjeni një material zgjeruar. Tituj të tjerë, drejtuesit e rinj PD-s, 6 kandidat për nënkryetar, debatet në Këshillin Kombëtar. Çdo demokrat në protest, Berisha thirrje për mobilizim kundër qeverisë. Dokumenti arkivor kur qeveria promovonte Bira Korça si krenari të industrisë kombëtare. Kompensimi i listat e reja me pronarët përfitues nga fondi i veçantë, gjeni në faqen 22 për gjithë ata persona që janë pritje të kompensimit. Një pjesë e listës është në brendësi të gazetës Panorama. Mjekët e Auschwitzit, bloku numër 10, dhomat ku nazistët bënin eksperimente me të pafajshmit. Një shkrim nga doktor Eduard Skufi në faqen 13. Me të huajt nuk komplotojnë kundër partisë. Pse në veri, qarkulloj kuadrot e jugut në veri e Anasjeltas, familja Duraj dhe historie e sakrificës. Nga Plumbë Vreka, në faqet 16 dhe 17, një material mjaft interesant. Shohim dhe hapësira në opinion. Pascal Milo sjell në faqen 19, qeverisja globale e inteligjencës artificiale. Dhe Florian Kalaja, keq rregullimi i fyerjes dhe shpifjes nga gjyqtari në faqen 18. Ky ishte titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazeta më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend.
Ndërkohë, ne me gazetën Panorama japim fund këtu shtypit ditës për ditën e sotme, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish pas pak me telefonatat në studio. Publicitet.